Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa innaka taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina thumma ma ba'd. Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut do të mundohemi të flasim diçka rreth punës dhe angazhimit. Duhet të dimë se Islami nxit në punë dhe kundërshton në mënyrë kategorike pasivitetin dhe papunësinë. Këtë e vrejmë edhe në ajete kuranore, por edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dhe thuaj, punoni e punën tuaj do ta shoh Allahu, pejgamberi dhe besimtarët. Pastaj do të ktheheni te ai i cili e din të fshehtën dhe të dukshmen e do t'ju informoj për atë të cilën e keni punuar. Në Kur'an, shpesh pas imanit, pas besimit, Allahu e ka përmend edhe punën. Sikurse që ka thënë: "Alladhina amanu wa amilus salihat", ata të cilët besuan dhe punuan vepra të mira. Me shprehjen vepra të mira, dietarët thonë se ajeti ka për qëllim punët e mira në përgjithësi, punët e dunjas dhe punët e ahiretit pa përjashtim. Të gjithë pejgamberët janë marrë me punë dhe kanë patur nga një zanat, e kanë patur nga një aftësi. Krahas se e kanë përcjellur mesazhin e fesë, e kanë qenë njerëz të zgjedhur, ata janë marrë edhe me punë të ndryshme. Ademi alayhis salam për shembull është njeriu i parë i cili e ka punuar tokën. Idrisi alayhis salam është njeriu i parë që ka qep rroba, që ka harnu rroba dhe tesha. Pastaj Davud alayhis salam është i pari i cili e ka përpunuar hekurin, e kështu me radhë. Njëherë kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se a ka ruajtur ndonjëherë dele, apo që i themi ne dhem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po, unë kam ruajtur dele të banorëve të Mekës dhe çdo pejgamber në jetën e tij ka qenë çoban, ka qenë bari. Që nuk kupton se në një periudhë të jetës së tij, secili pejgamber ka ruajtur kafsh dhe ka qenë bari. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marrë me tregti dhe ka udhëtuar në vende të ndryshme që ta siguroj jetën e tij dhe të fitoj të ardhurat. Pejgamberi alayhis salam na nxit neve për punë. Allahu thot në Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir." Po ty e kish shembullin më të lartë, më të mirë në të dërguarin e Allahut. Pejgamberi alayhis salam në luftën e Hendekut ka marrë pjesë në gropimin e kanalit bashkë me shokët e tij. Me ditë të tëra e kanë bë gropimin e kanalit dhe janë lodhur tej mase. Kur ishte në shtëpi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ndihmonte bashkëshortëve të tija në lidhje me punët e shtëpisë. Vet i harnonte ato mbathjet, sandallet e tij. Kur kanë vendosur muslimanët që ta ndërtojnë xhamin bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bart gur me shpinën dhe shpatullat e tij. Kur njëherë kanë dashur që ta përgatisin ushqim, njëri prej sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Unë do ta rjepi delën." Tjetri ka thënë: "Unë do ta coptoj." Tjetri ka thënë: "Unë do ta ndes zjarrin." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atëherë, thotë: "Unë do ti mbledhi drunt." Edhe pse ka qenë pejgamber, ai ka qenë njeri i rëndom dhe ka punuar dhe çdo herë është munduar që të mos i shmangët punës. Njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Është më mirë për ndonjërin prej jush që të marrë litarin dhe të mbartë dru e pastaj t'i shes ato
se sa të shtri dorën dhe të kërkoj të lip lëmosh nga njerëzit, nga që njerëzit mund të japin edhe mund të mos të japin. Allahu me anë të punës ja ruan njeriu të ftyrën nga poshtërimi. Po ashtu ka thënë se ushqimi më i mirë që mund të hajë dikush është ushqimi të cilin e fiton me duart e tij. Dhe ka përmendur se Davudi alayhis salam ka ngrënë vetëm ushqimin të cilin e ka fituar nga puna e duarve të tij. Këto hadithe na e bëjnë të qartë neve vlerën dhe punës dhe nevojën e njeriu për të punuar. Njëherë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pan një njeri duke vrapuar pas punës. Dhe i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur ky njeri ta kishte përdorur trupin e tij dhe energjinë e tij për në rrugt të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, nëse ky njeri ka dalur në rrugë për të punuar, për të kërkuar riskun e tij, që t'i ruaj, t'i mirëmbaj fëmijët e tij, atëherë ai është në rrugën e Allahut. Nëse ka dalur në rrugë që të fitoj, që t'i mirëmbaj prindërit e tij, edhe atëherë ai është në rrugën e Allahut. Mirë, nëse ka dalur në rrugë sa për të dukur, që themi na sa për të qit çallam, atëherë thot ai është në rrugën e shejtanit. Kush punon për hir të Allahut, që të mirëmbaj familjen, që të plotësoj nevojat e veta dhe të familjes, padyshim se është në rrugën e Allahut dhe Allahu është i kënaqur prej tij. Në Islam nuk ka ditë jo pune. Allahu kur flet për faljen e namazit të xhumas thot: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja për namaz të xhumas, shpejtoni në përmendjen e Allahut dhe lëreni tregtinë. Kjo është më e mirë për ju nëse e dini. Pastaj vazhdon Allahu dhe thot: Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, dhe kur të përfundoj namazi, shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni nga të mirat e Allahut. Pra pas përfundimit të namazit, shpërndahuni dhe kërkoni begatit e Allahut. Xhumaja është fest javore, është dita më e mirë, dita më e dalluar e javës, mirë po Allahu pas përfundimit të namazit na porosit që ne të shkojmë dhe të punojmë. Pushim për muslimanët mund të konsiderohen festat e Bajramit. Mirë po edhe atëherë ne jemi të angazhuar, pasi që shkojmë, bëjmë vizita të njëri tjetrit, kur është Kurban Bajrami, presim kurbane, e shpërndajmë mishin e kështu me radhë. Gjithmonë ne jemi aktiv dhe jemi të angazhuar. Në këtë botë ne lodhemi, punojmë, ndërsa në botën tjetër do të pushojmë e të kënaqemi inshallah. Kjo është filozofia e jetës të cilën e parasheh Islami për besimtarët. Njëri thash, më duket kam pa dikun të punu. Tha jo, hoxha, tha gabim e ki, tha se unë tha s'punoj kurrë. Tha edhe merr me kesh, po edhe merr keq, pasi që gjeneratat e reja po nuk janë serioz dhe nuk e çojnë kokën shumë për punë. Mirë, do të edhe pak ajgare bëjmë, por duhet me angazhu me punë e jo me u bë parazit, sikurse që i themi ne. Për fat keq, me shiku statistikat e normës punës, na do të jemi në nivel katastrofë. Në perëndim në Gjermani punohet 7 orë gjysmë. Gjysë ore pauzë nuk punohet. Ndoshta të ne punohet gjysë ore, punohet 7 orë gjysmë tjera nuk punohet. Ose kur ka ndonjë defekt në rrugë, shpesh na i karomi pa edhe neve në përgjithësi, njëri punon dhe të tjerë e shohin atë tjetrin duke punuar. Puna është prej ligjeve universale të Allahut. Do të kush punon edhe do të ketë. Se mund të thotë dikush pse të krishterët, pse perëndimi kanë shku përpara nesh dhe ne kemi ngel mbrapa. Përderisa Allahu është me neve, Islami është fe e vetme e pranuar, po ashtu të tjerët janë të humbur, ne jemi të udhëzuar, mirë pa ato, po e bëjnë punën dhe po e organizojnë jetën e tyre, shtetin e tyre. Ne nuk po punojmë. Ai që punon do ecë përpara dhe ai që nuk punon do ngel. Kjo është ligj universal i Allahut. Ndërsa për ahiret kërkohen gjëra të tjera. Kërkohet namaz, kërkohet agjërim, kërkohet iman e kështu me radhë. Derisa në këtë botë kush angazhohet do ta merr atë që i takon. Nëse nuk punon njëri e para, i bëhet barr dikujt tjetër. Do të familjes, vllaut, hallët, tezës, sigurisht dikush që nuk punon e ka dikan jashtë, e ka vllaun, hallën, tezën dhe i çon ka pak parë dhe nuk mundohet me punu. Për shembull ka njëri saksalem, i shëndetshëm është, mirë po e ka bën vesh që nuk punon. Dhe ju ka bën barr dikujt ose
i ndihmon dikush nga pak, edhe me çashtu e kalon edhe jetën. Nëse nuk punon, nuk e ndjek shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka punuar gjithmonë dhe është munduar të mos qëndrojë pa angazhime. Dikush mund të thotë që un kam të ardhura, nuk kam nevojë me punu. Mirë, po pa punë, pa angazhime nuk mundesh me qenë musliman i mirë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë për me pa rëndësinë dhe vlerën e punës. Thotë nëse ndonjëri prej jush e ka një fidan në dorën e tij, një pemë në dorën e tij, dhe kiameti është duke ndodhur, thotë le ta mbjell fidanin, ani pse kiameti është duke ndodhur. Kiameti ja ka nis, ndoshta janë duke u shkatruar kodrat. Mirë, po duhet me mbjell fidanin. Shtrohet pyetja, kush ka mja pa hajrin asaj peme nëse mbillet? Nuk ja shef hajrin, as ai çka e mbjell, nuk ja shohin hajrin as njerëzit. Mirë, po qëllimi është me punu, mos me netën pasiv dhe me e bë punën tjetra pjesë ngel Allahut të lartëmadhëruar. Puna është frit i besimit, frit i imanit. Allah e don punëtorin dhe atë që është i angazhuar me punë të hajrit. E don atë që punon për ahiret dhe për dunja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush i ka 2 ditë njësoj, ai është i dështuar. Nëse 2 ditë të jetës ne i kemi njësoj, ne jemi prej të dështuarve. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu e don një rob, e don një njeri që kur e bën një punë, ta bëj në formën më të mirë. Pa punë njeriu ngel i mirë dhe ka disa që thonë se puna nuk është e domosdoshme dhe nuk është e nevojshme. Ndoshta ne e dim që nuk është në nivelin e farzit të pakontestueshëm. Mirë, po puna është e nevojshme, që rinia sot të mos ngelin sakat dhe të punojnë. Diniteti i Islamit kthehet vetëm me punë dhe me angazhime. Sepse njeriu që punon edhe fiton dhe bëhet i pasur. I pasur i ndihmon umetin me zeqat, e ndihmon umetin me sadaka, me bamirësi të ndryshme. E jo të ri duar lidhur, të merremi me fjalë, pse mos me shku me mësu një gjuhë të huj. Pse mos me shku me marrë një aftësi dhe me ndihmu umetit, se umeti nuk ndihmohet vetëm me davet, por ka forma të shumta që mund t'i sellim dobi njerëzve dhe inshallah ta marrim shpërblimin e Allahut nesër në ahiret. Allah ju shpërbleft për vëmendjen, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.